Argjan 16 miliard euro i ka menaxhu për 5 vjet. Dhe në ditën e sot, 16 miliard. Në një territor 11.000 kilometra katror janë shumë parë. Ndoshta populli duhet me nik këto shifra, se nuk o marrë. E ki rrugën e Gjilanit, autostradën, shkatërum. 1.400 milion. Ndame të investum. E ki rrugën Përpej, e ki rrugën Klin, Gjako, kur e kom në ishtë ashtë të thonë, operatorët, që ke ministrina. Tashu, që po ndru ministra shpesh, generali edhe se cili Kur kom dëgju që operatorët e pa përgjegjshëm, ministrin, foltore, mu ka përgjigj. E ki rrugën Deçan Klau, përfundum, 80% asfaltum, gachëm mi donë shtresën e fundit. Pe e mirë kuptoj që u konë pandemia, po ajtona vllave jam, pe di që inflacioni jënë shtrajtu çmimet. Rretja për vlla buxhetin, bosh ka dush se e qeveri, e ministri, dush mi kry punë. Po t'ja dente që alo nuk i kemi qerë dhe të rejtë ndërtu. Ku janë banesat kolektive, ku janë spitalet e reja, ku është infrastruktura toksore, ku është Ekurudha me Shqipni, ku rrugat e Tovës që bojnë ajgare për deti folin po popër. e keni pengu ju. Ja, nuk e kemi pengu se numrat i ka pas në parlament, shka ka dash ka votu. Shka po donë, po voton. Po mundona me dalë për 2 tabureve, edhe me... Pengesë është me jamush sheshin. Ta ka pru rrujmen 300 herë ma shtraj. Një tabele votu ka bu 5 herë 7 herë. Kjo është dhe me thonë që 1 kilogram specat ka shku 6 herë. Edhe këtë thajke, do t'i ulim çmimet, do t'a bëjmë ta, rrymën e pagujmë shtrajt, do t'i lirojmë to, do t'a bëjmë ata, do t'i hekim kategoritë e socialit për pagesave, do t'i bëjmë kështu. E veda në Parlament Kosovës para 2 javë, ja nisim më kallëzu që do të bëhet trafiki i unifikum urban me kartela në 2035. Po e dash ju kemi shtru rrugën sot